Së pari unë duhet përshtes përzemërsisht këtu përfaqësuesit e shoqatave turistike të vendit, të përshtes të gjithë punojësit e sektorit apo industrisë së turizmit, kudo që janë, dhe t'i siguroj se Partia Demokratike konsideron turizmin si një nga potencialet ekonomike, kulturore më të mëdha të vendit. Shqipëria disponon një potencial madhështor në kuptimin absolut të fjalës turistik. Ndofta sa asnjë vend tjetër një potencial të tillë mahnitës si ky vend me brigjet më të bukura, rënore dhe shkëmbore, me trashëgimin kulturore ndër më të pasurat, me malet dhe Alpet më të shumta, burimet ujore, liqejt. Pra, Shqipëria kudo përfaqëson një potencial real turistik. Ky fakt është i njohur më mirë nga banorët, nga qytetarët shqiptarë, kudo që ti shkon, në skajet më të largëta. Aty gjen përpjekje për të shpalos potencialin lokal turistik. Aty gjen besim tek ata qytetarë se fshati i tyre, se zona e tyre janë tërheqëse për turistët dhe janë me një fjalë burim i mundshëm të ardhurash ekonomike për ta. Turizmi pra në Shqipëri ka potencial të pakufizuar, të themi për sa u përket resurseve natyrore. Por dhe nuk ka diskutim që ky sektor ka njohur zhvillimet të pamohueshme. Do me thënë, në vitin 2005 Shqipëria ka pranuar gjithsejt 320.000 turistë dhe vizitorë të marrë së bashku. Në vitin 2013 kjo shifër ishte 4.700.000, sot kjo shifër është 10-11 milion, por vetëm se ka një gjë që nuk i ndajnë vizitorët nga turistët, që ka një dallim ata, ka një dallim esencial sepse nuk janë turistë dhe këto linjat e shpejta, EasyJet, dhe këto e kanë aeroport në Tiranës, e kanë bërë një aeroport të preferuar, e vërteta është për një pjesë të veriut të Greqisë, për Malnezi, për Kosovën dhe për Maqedoninë. Kjo është një zhvillim pozitiv, natyrisht është një pa diskutim që është zhvillim fare pozitiv në këtë kontekst. Por
turizmi ka një problem shumë madhor në Shqipëri. Problemi madhor në Shqipëri turizmit është informaliteti në cilin ky sektor noton. Dhe ky informalitet godet sipërmarrësit e ndershëm, godet sipërmarrësit me investime transparente, ky informalitet në Shqipëri, po të shohim krahasim me Malin e Zi, është i tillë. Mali i Zi me 2.8 milion turist në vit regjistron 16.8 milion net fjetje. Shqipëria me 10 milion turist në vit regjistron 6, vitin e fundit 7 milion net fjetje. Pra, për të mos e krahasuar pastaj me Kroacinë, e cila regjistron rreth 100 milion net fjetje me, në mos gabohem, me 12 milion ose 16 milion turistë diçka kësaj natyre. Kështu që ne kemi një shkallë informaliteti të jashtëzakonshëm. Formalizimi i turizmit është nofta një nga kushtet më themelore. Janë 3 fishi, 4 fishi i shtretërve janë apartamente krahasuar me hotelet, krahasuar me industrinë hoteliere, çka në shumë aspekte e vën në pozita shumë të vështira industrinë hoteliere, e vën në pozita konkurrence të pabarabartë, e vën në pozita të pamundësisë parashikimit dhe një seri problemesh. Ne nuk do të përdorim dhe nuk kemi ndërmend të ndalojmë Airbnb-n, por formalizimi është i kusht i domosdoshëm në qoftë se ne duhem ta shfrytëzojmë si duhet këtë potencial madhor që kemi ne. Këtë potencial madhor që kemi ne. Formalizimi i turizmit është dhe një çështje sigurie. Është një çështje sigurie. Ti pret një turist, por regjistrimi i tij duhet të jetë i detyrueshëm, se ai që vjen këtu, ai që vjen në shtëpinë tënde, ai që vjen në shtetin tonë, ka një përgjegjësi ndaj tij. Ka një përgjegjësi ndaj tij. Dhe absolutisht ne në kushtet më favorizuese, por formalizimin ne do bëjmë çdo gjë për formalizimin e turizmit, sepse nuk mund të ecet, nuk mund shikoni një vend me këto potenciale të jashtëzakonshme, se si ka ta ndiset me këtë informalitet të jashtëzakonshëm. Nuk është ky turizmi i zhvilluar, nuk është ky turizmi që vendi duhet të ketë.